është historinë tënde. Përshëndetje. Historia ime është shumë e bukur, por njëkohësisht edhe shumë e dhimbshme. Unë jam dashuruar me një vajzë që kur isha në shkollën e mesme. Kemi kaluar momente shumë të bukura bashku. Jemi njohur në një parti, më pas shoqëria na ka lidhur, kemi bërë dhe ndrimin e numrave dhe jemi dashuruar, do të them dhe dashurohemi akoma si të çmendur. Jeta jonë ishte e lumtur deri para një vit e gjysmë, kur ne e kuptuam pas një lodhje të madhe që e dashura ime vuante nga kanceri. Ne jemi nga qyteti i Durrësit, po jetojmë në Tiranë. Për mua ishte një shok i madh, ishte një dramë e madhe. Duhet të përballem me një realitet shumë të dhimbshëm. Luftuam sa mundëm, por mjekët na treguan që nuk ka shërim, është e rrezikshme. Por ajo që kam zbuluar është edhe më e keqe.